Një nga dyshet që po komentohet gjithnjë më shumë pas përfundimit të aventurës në Big Brother VIP Kosova, duket se janë pikërisht Kushtrimi dhe Aurora, që gjatë kohës sa ishin brenda shtëpisë, ndjekësit kishin vënë re një afërsi dhe kimi të veçantë mes tyre, duke ngritur shpesh dyshime se mes dy banorëve mund të lindte diçka më shumë se miqësi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në shtëpi, as Kushtrimi dhe as Aurora nuk bën ndonjë hap konkret për ta konfirmuar këtë gjë. Ata shpesh janë parë duke kaluar kohë bashkë, duke bërë batuta dhe duke treguar një afrimitet që nuk kalonte pa u komentuar nga publiku, por gjithçka mbeti në kuadër të aludimeve dhe simpatisë që fansat krijuan për ta. Por duket se jashtë shtëpisë situata ka ndryshuar komplet. Së fundmi, pamjet që po qarkullojnë në rrjet kanë ndezur më një reagimet e publikut dhe kanë rikthyer vëmendjen te raporti mes Kuштrimit dhe Aurorës. Dyshe janë parë së bashku gjatë një performance të reperit Klevjo në një nga klubet më të frekuentuara të Prishtinës, ku sipas personave të pranishëm, ata kanë qëndruar pranë njëri tjetrit gjatë gjithë mbrëmjes. Dëshmitarët pretendojnë se afërsia mes tyre ishte shumë më e madhe se sa një raport shoqëror. Fakti që Kushtrimi dhe Aurora po shihen gjithnjë më shpesh bashkë vetëm sa po i shton më shumë dyshimet. Fansat kanë vënë re pëlqime, komente dhe ndërveprime të shpeshta mes tyre në rrjetet sociale, ndërsa tashmë daljet publike së bashku duket se po e bën gjithçka edhe më të dukshme. Nga ana tjetër, deri në këto momente as Kushtrimi dhe as Aurora nuk kanë reaguar publikisht për të konfirmuar apo mohuar zërat që po qarkullojnë. Thjesht e atyre vetëm sa po shton më shumë kuriozitetin e publikut, i cili tashmë po pret me padurim një reagim nga vetdyshja. Kujtojmë se pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother VIP Kosova, Kushtrimi është fokusuar fort te muzika dhe koncertet e shumta në Kosovë dhe Shqipëri, duke qenë mjaft aktiv në jetën artistike dhe në klubet e natës. Ndërkohë Aurora ka nisur një tjetër etapë në ekran, duke u përfshirë në projekte televizive dhe duke qenë gjithnjë më e pranishme në media dhe rrjetet sociale. Por me sa duket, përveç angazhimeve profesionale, një tjetër histori po merr vëmendje të madhe nga publiku, ajo e raportit mes Kushtrimit dhe Aurorës. A kemi të bëjmë me çiftin më të ri të dalë nga Big Brother VIP Kosova, apo gjithçka është thjesht një afërsi që po keq kuptohet nga fansat? Për momentin gjithçka mbetet pa konfirmim zyrtar, por një gjë është e sigurt, pamjet dhe afrimiteti i tyre kanë bërë që rrjetit të vlojnë nga komentet dhe dyshimet.